Moti i keq ka krijuar probleme në qarkullimin e mjeteve në disa nga akset rrugore të vendit, si pasojë e rreshjeve të vazhdueshme në rrugën nacionale Burrel-Skuraj, ka pasur rrëshitje gurësh dhe inertesh, duke krijuar rrezik për qarkullimin e mjeteve. Rrëshitje masive janë regjistruar në afërsi të urës së Ulzës, si dhe pranë sektorit C, ndërsa problematika të ngjashme janë konstatuar edhe në segmente të tjera të kësaj rruge. Gjatë orëve të natës, qarkullimi është zhvilluar vetëm në një krah, pasi aksi nga Burreli në drejtim të Milotit ka qenë i bllokuar në disa segmente, duke vështirësuar ndjeshëm lëvizjen e mjeteve. Ky segment rrugor mbetet problematik sa herë ka rreshje shiu për shkak të rrëshitjes së vazhdueshme të gurëve nga shpati i malit, mungesa e sinjalistikës, e mbrojtësve ansor dhe gjendja e amortizuar e rrugës me gropa të shumta e rrit edhe më shumë rrezikun për drejtuesit e automjeteve. Një devijim i vogël nga rruga mund të ketë pasoja të rënda pasi ekziston rreziku i përfundimit të mjetit në liçenin e Shkopetit. Situata përkeqësohet edhe nga vërshimi i ujërave në rrugë si dhe në tunelin e Shkopetit, çka e bën qarkullimin edhe më të vështirë.